Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me të ftuarin e parë për sot. Do të përqendrojmë vëmendjen tek klima e të bërit biznes në Shqipëri me zotin Dorian Teliti. Do të analizojmë situatën. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jemi së bashku. Gjithmonë ka shumë raporte të cilat e rendisin Shqipërinë jo mirë në fakt, dhe sa herë që i lexon këto raporte, gjithmonë bën pyetjen, po si është në fakt klima e biznesit në Shqipëri, se këto raporte kritikojnë, e cilësojnë të pafavorshme për biznesin, për bizneset si për Marsit e të tjerë. Dhe unë mund të referohem për shembull dhomës amerikane të tregtisë, e cila në raportin e fundit unë theksoj se ka një ulje të indeksit me 46.47 pikë, pra sërish nën mesatare. Ju si vlerësoni këto raporte, zotit Teliti, dhe si është në fakt klima e të bërit biznes në Shqipëri? Do më lejosh ta filloj me një korrigjim. Nuk është që jemi ndër vendet me klimën biznesit më të dobët, jemi vendi i fundit për sa i përket klimës bërit biznes. Është tjetër gjë të jesh nga fundi, tjetër gjë të jesh i fundit fare. Dhe kjo është këmbana alarme që nuk ka ndodhur sot. Nuk është po bie sot. Kemi për vite që po e gjejmë të këmbana alarme. E kemi dëgjuar nga raportet zyrtare të Bankës Botërore. Kemi dëgjuar nga raportet zyrtare të Doing Business që dilin deri para 2-3 vitesh. Kemi dëgjuar në çdo raport zyrtar të dhomave të huaja tregtisë janë të tashuara në Tiranë. Është dhoma amerikane, është dhoma italiane, është dhoma gjermane, është investitor të huaj. Të tërë fatkeqësisht, kur bëjnë krahasimin e Shqipërisë me vendet e rajonit Ballkanit, se nuk krahasohemi me Italinë, me Gjermaninë, me Zvicrën, pra, jo me vendet e Bashkimit Evropian. Jemi shumë larg. Po me vendet që janë të ngjashme nga ne, si nga struktura, si nga ekonomia, që janë Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia, kështu me radhë, fatkeqësisht jemi të fundit. Të fundit të renditur dhe një fund të një pozicion i stazhonuar tashmë. Nuk është që është diçka sporadike, ndodhi një vit që ne renditëm për një problematikë të caktuar, por në sytë e investitorëve, në sytë e investitorëve vendas dhe të huaj, Shqipëria është një vend ku të bësh biznes është e jetë e vështirë. Është vendi më i vështirë për bërë biznes. Prandaj neve sot në Shqipëri nuk krahadisim dot 10 emra investitorësh të huaj që kanë ardhur në Shqipëri gjatë këtyre viteve për të investuar. Nuk e di sot as 5 emra që kanë ardhur në Shqipëri për të investuar. Por kundrazi modelet që jepen të ekzekutimit të pushtetit nga ana e mazhorancës fuqi, e cila vazhdon të godasë ditë për ditë biznesin, duke trajtuar atë tamam si një lopër të miel, dhe jo si një partner i cili është aktor dhe bashkautor në zhvillimin ekonomik të vendit. Po duke trajtuar atë thjesht si një kasafor të vogël kur të marrim ca para për të futur në arkën e shtetit. Dhe për ta goditur atë, edhe për interesa politike, shpeshherë siç ka ndodhur, kjo është fatkeqësisht pasqyra e të bërit biznes në Shqipëri. Kjo është një pasqyrë e qartë, të cilën të tërë kanë kuptuar. Prandaj dhe shqiptarët, bizneset në Shqipëri si numër janë reduktuar. Shohim dita ditës ato pullat, ato tabelat, mbyllet biznesi likuidim, biznesi likuidon mallin e kështu me radhë. Arsyeja është një dhe vetëm një, bizneset që mbyllen sepse nuk ja dalin dot. Dhe në anën tjetër, bizneset që hapen numëron me gishtat e dorës, të cilët janë kryesisht ata të cilët kanë mikun, shokun, tafërmin, me i drejtues të qeverisë, me i drejtor të përgjithshëm, me një ministër, me një zëvendësministër, me një deputet zone, me një kryetar bashkie. Po s'patë lidhje me ta, suksesi në biznes është pothuajse i pamundur. Pra këto raportet janë reale. Raportet janë më së reale, sepse kjo reflektohet dhe përsëris dhe herë në atë që ne shohim. Kush e dëmton klimën e të bërit biznes? Shikoj, janë shumë aspekte. Së pari është njerë mungesa e sigurisë juridike. Ti nuk ke siguri të bësh biznes në Shqipëri. Ndryshon rregullat e lojës nga vetë qeveria çdo vit. Çdo vit shikon rregullat e reja, gjë që e bën të paparashikueshme nga ana e biznesit, një biznes plan afatgjat për t'i dhënë atij sukses në të bërit biznes. Ana tjetër, ajo që tham pak më përpara, ushtrimi i pushtetit nga ana e strukturave shtetërore, ku po të marr vetëm rasti për shumë rasti tatimeve. Tatimet, instrumentin e fundit që kanë është represioni tatimor, pra vendosja e gjobës e kështu me radhë. Ka disa instrumenta, ka disa detyra të tjera, ka disa, le të themi, disa funksione të tjera të cilat nuk ekzekuton. Që është këshillimi, që është trajnimi këto me radhë, të cilat nuk ekzistojnë. Parat paguhen për gjëra trajnime, parat paguhen për gjëra këshillime nga buxheti i shtetit. Por to i kemi parë që nuk ekzistojnë, nuk ekzistojnë. Që timi konkret çdo të thot, pra, strukturat tatimore duhet vinë të këshillojnë biznesin për shkeljen e gjetur dhe më pas të veprojnë me një gjob apo... Absolut, detyrën e parë që ka biznesi është strukturë këshillimore. Pa duhet ta këshilloj biznesin, sepse jo çdo biznes pikë pari mund të jetë i njohur me të ndryshimet e shpeshta që ndodhin me akte ligjore, pastaj me akte nënligjore, pastaj me urdhra drejtore, shtatimesh apo me urdhrat ministrave të financave kështu me radhë. Pra biznesi ka nevojë që të këshillohet. Dhe kjo detyrë është kryer nga ana e biznesit, fatkeqësisht jo. Në anën tjetër,
Shiko, gabimet edhe mund të ndodhin, po mund të jetë edhe të pavullnetshme. Strukturat shtetërore kanë për detyrë që kur të bëjnë konstatimin edhe të një problematike të caktuar, mos kalojnë direkt te hapi i fundit, po të izolojnë hapat e tjera përpara. Hapat të cilat nuk janë kryer dhe ne nuk shohim sot, nuk e disim dot një biznes të vetëm, i cili do thotë, shiko, janë përballur me një problematikë të caktuar, që kanë bërë edhe një shkelje ndoshta, apo një mos respektim të një udhëzimi, apo të një urdhre, apo të një rregullore, apo të një VKM, apo të ligjit të fuqi, që të ketë marrë gjithë për të mbështetjen e themi pozitive, sepse janë diskriminime pozitive që të njeh vetë ligji, pikërisht për ta parë biznesin, jo se lopa për të miel, po për ta parë biznesin që edhe kur diçka nuk shkon siç duhet, për ta futur në shinat e rregullit, për ta futur në shinat e ligjshmërisë. Për ta ndihmuar, pra praktikisht. Sepse ai është bashkëautor me ty në rritjen në zhvillimin e ekonomisë. Më fal, kush i punson njerëzit? Gjithë shteti shqiptar ka sot 186.000 punësuar. Ja dhe 15.000 afërsisht 16.000 që llogaritën, që shkon afërsisht numri 200.000, që ato që janë me kontratat pjesshme. 200.000 ka shteti. Ndërkohë tjerët ku do punojnë? Do punojnë në sektorin privat. Do punojnë pikërisht në këto biznese. Nëse këto biznese goditen, siç ka ndodhur para ca ditësh, edhe me rastin e Birrës Korça, në mënyrë tërësisht pa drejtë. Një biznes i cili është 30 vjeçar, biznes historik, një markë historike, që para 2-3 vitesh vetë shteti shqiptar, vetë qeveria aktuale e dërmoi biznesin vendas të birrës, duke barazuar aksizën e birrës me ato të importit, ndërkohë që kishte avantazhi që birra vendase taksoi me përgjysmën e aksizës që taksoi birra importit, pikërisht për të dhënë një mbështetje dhe vrull shitjes, prodhimit dhe shitjes së produktit vendas. E para duke goditur një herë birrën vendase dhe falimentuar me dhjetra punishtë birrash dhe fabrika birrash gjatë këtyre viteve. E dyta tashmë shkojnë në mënyrë të padrejtë. Shkojnë edhe godasi biznesi i cili ka me qindra me mijëra punonjës ndër vite, që ka paguar me qindra miliona euro taksa po të mbledhësh ndër vite, dhe godeti në mënyrë të pamëshirshme. Çdo thotë kjo goditje. Cilat janë arsyet e goditjes? Pse nuk bëhen publike? Pse nuk bëhen publike për të zërbalë të mëparshme, nëse ka patur që nuk ka fatkeqësisht të këshillimit, të mbështetjes, të udhëzimit, po dhe të paralajmërimit fundi fare. Pse shkohet drejt të masat ekstreme? Shiko, shteti ka dhe gurin dhe arën, dhe diktatura nga i shtetë demokratik këtu e bën diferencën. Ne kuptoj. Dhe bën diferencën që vendos qytetarin dhe sipërmarrjen në qendër dhe çdo instrument e përdor që të fuqizojë këta, apo thjesht shikon qytetarin dhe sipërmarrjen si disa individ apo disa lop për të miel, që në momentin e parë aty që na dalin në shtek, o burrat i marrin ty ato 300 që kanë në xhep. Kështu nuk zhvillohet vendi. Kështu shpopullohet vendi. Dhe prandaj ne kemi 13 vite shpopullim. Pra ne kemi 13 vite nga vendi që ishte pagat më të larta në rajon, kemi vendin me pagat më të ulta në rajon. Nga vendi me rritjen e pensionit më të lartë në rajon, jemi vendi me pension më të ulta në rajon. Nga vendi i cili luftuan varfërinë, nuk e zhdukëm dot varfërinë, se varfërinë nuk ka zhduka Zvicra dot. Po luftuan varfërinë dhe e ulëm atë me 3 herë. Ke një vend i cili ka sot 42% shqiptarëve, të cilët janë në varfëri apo në mungesë le themi të shërbimeve bazike, janë në kushtet e përjashtimit social, ndërkohë që vendi i dytë në rajon është niveli i gjysmës tonë. Pra, kur vjen puna për ta parë biznesin e sipërmarrjes, do të jemi shumë kujdesshëm. Ato janë në fund fare menaxhohen dhe nga njerëz. Njerëzit në fund ditës edhe mund të gabojnë, edhe mund ta shohin me një aspekt ndryshe, prandaj do të jetë bashkëpunimi dhe do të jetë vullneti i mirë për të zgjidhur problematikat. Nëse shkohet pastaj me vullnetin për ta parë lopën për të miel, ti mund ta mirësh lopën një herë, 2 herë, 3 herë, po në fund fare do bëj një lopë shterp, e cila nuk di shërbej askund, nuk di shërbej as vetes vet. Dhe do rezultojë pastaj në largimin nga puna të qindra e mijëra punonjësve. Do përkthehet pastaj më pak të ardhur edhe në arkën e shtetit, dhe kush fitoi fund fare? Biznesi humbi. Të punësuarit humbën, edhe shteti vetë i fundit do humbi. Kush fiton? Ai taksidari që vjen te dera, ai që bën presionin, ata që japin urdhrat. Do tani kemi shteti për një funksion të disa individëve, apo kemi shteti në funksion të shqiptarëve? Nëse shteti do shikohet në funksion të disa individëve, kjo është praktika dhe kemi parë të praktikë vrastare 13 viteve që ka çuar ekonominë shqiptare, ekonominë në fundin të rajon, më pak të zhvilluarën me plakjet e saj, sepse emigrimi është masiv, ku fuqia punëtore largohet, ku ke bujqësinë dhe industrinë, 2 sektor prodhues shqiptar që janë në recesion për 4-5 vitesh dhe nuk do t'ja di njëri, dhe që vendet shkojnë ndihmojnë, shkojnë godasin akoma dhe më tepër. Diçka tërësisht e papranueshme dhe praktika që nuk gjenden në as edhe një vend tjetër. Po, mund gjenden në Rusi, mund gjenden në vende diktatoriale apo neodiktatoriale, qose ne kemi ky vend pasaj që fatkeqësisht kemi hyrë në shinat aty vendi, praktikisht neve do kemi këto praktikash. Duam një vend që të funksionojë ndryshe, e të mbështesin njerëzit dhe sipërmarrjen? Po, kjo nuk janë kushtet. Duhet tërësisht të ndryshojë mënyra të bërit gjërave. Është e qartë që si bizneset e mesme, ashtu dhe bizneset e vogla nuk kanë akses të barabartë në treg.
A është korupcioni në administrat, në tendera, shkaku kryesor? Shiko, parimisht do të ketë të tërë akses njësoj. Kur fillojnë pasaj bën diskriminimet që unë kam më tepër avantazh se ty, do thotë që unë kam një mbështetje më tepër se ty, që më jepet nga dikush. Nga dikush që ka një pozicion të caktuar. Dhe kush është ai entiteti i cili të jep pozicionin të caktuar, janë struktura shtetërore. Pra do të kesh dikush i cili është ose struktura shtetërore, që është i punësuar në nivele drejtuese, ose është drejtues, ose është përfaqësues pastaj i zgjedhur kryetar bashkie, deputet, e kështu me radhë, ministër, e kështu me radhë. Tani nuk kam parë dy biznese që nuk kanë asnjë lidhje të trajtohen ndryshe nga njëri tjetri. Të dy ecin normalisht. Me ato vështirësitë e tyre. Ama kur njëri prej tyre bën një lidhje të caktuar, i del miku, i del shoku, ai në momentin atë ecën e shikojnë që ecën tërësisht me i vrull tjetër zhvillimi. Shikojmë neve çfarë ndodh me tenderet e Shqipërisë. Tenderet e Shqipërisë janë skandaloze në kryerjen e tyre. Marrim rastin e Akshit. Qindra miliona euro janë prokuruar në gjithë vit. Miliardë euro janë prokuruar gjithë vitin. Buxheti i Akshit lëviz nga viti vit nga 200 milionë deri në 400 milionë euro në vit. Bëjnë llogarit shqiptar 13 vite. Ta bëjnë aritmetikën vet. Viti më i dobët ka qenë 200 milionë euro buxhet. Dhe buxhet i shpenzuar për çfarë? Për prokurime. Për atë Albania që ti futesh sot dhe nuk nxjerr dot certifikat. Për atë që do të marrësh një dokument. U rinovua. U rinovua me çfarë kosto u rinovua? Cilat janë kostot për kap? Se nuk bëhen publike tenderat. Pse procedura, çdo procedurë Akshit paradikisht është ankimuar. Rëndësi ka që është e aksesueshme nga të gjithë tani. Aksesueshme mund të jetë, po gjithmonë nëse neve jemi në parimet e konkurrencës së lirë dhe ndershme dhe të një rendi të tregut, le të themi që funksionon me parimet e konkurrencës së lirë dhe ndershme, produkti duhet arrihet bazuar në dy kushte që realizohen njëkohësisht. E para të jepet në kohë, e dyta të jepet me koston, pra në kohë dhe në cilësi, po të jepet edhe me koston më të ulët. Me vërtetë rrugët duhen, por nuk mund të pranojnë që rrugët të ndërtohen 20 milionë euro kilometri linear. Patjetër që duhet rruga. Patjetër që duhet një spital, por nuk mund të pranojmë që në spital në Itali ndërtohet 20 milionë euro, tu ndërtohet me 60 milionë euro. Nuk mund ta pranojmë këtë gjë. Ne duam dhe spitalin dhe rrugën dhe shkollën, e duam dhe qendrën shëndetësore, i duam dhe institucionet zyrtare publike të jenë të denja le të themi në formatin e tyre, pa ato të ndërtohen sipas konkurrencës së lirë dhe ndershme, e cila të siguron ty që ato ndërtohen me kosto të ulët. Kur garët pastaj bëhen, kur tendrat bëhen pa garë, është normale pastaj siç ke rastin e Unazës, të cilat janë gjithë llotat e Unazës i ketë të tëra në SPAK, që janë tendra të prokuruar me 3, 4, 5 herë edhe 10 herë më tepër se sa kosto reale, dhe vetëm në Shqipëri ti ndërton në fush më shtresë se sa që ndërtohen tunelet apo urat në Austri, në Zvicër, apo në pjesë veriore të Europës, në vendet skandinave. Aty ku kushtet klimaterike janë shumë më të vështira se këtu. Aty ku distancat janë shumë më të mëdha se këtu. Aty ku veprat e artit janë 10 herë më tepër se këtu. Aty ku dhe kosto punës është 2-3 herë më lart se sa në Shqipëri, aty ndërtohet 3-4 herë më lirë. Vit ma shpjegoj njëri mua aritmetikën e të bërit të fondit të ndërtimit, të konstituimit të fondit limit, të tyre tendrave, të cilët janë tërësisht abuziv. Dhe rasti i cili është kur shkojnë pastaj në SPAK të tëra këto, të tëra na dalin me pullën e kuqe, të tëra dalin që janë abuzive. Por normal që është pengesë. Sepse konkurenca, sepse kur ti merr një tender apo merr një koncesion apo merr një favor, ti praktikisht nuk është thjesht ke fituar ti, po ti ke dëmtuar dhe konkret, ke dëmtuar dhe tjerët. Ato bizneset e ndershme të cilat janë në treg që mundohen me djersën e ballit t'ia dalin. Pra ti nuk është thjesht që ka fituar, mora unë një favor nga një drejtues, po unë nëkohësisht përveç favorit dhe jam pasuruar vetë në mënyrë të pandershme, në mënyrë kontraligjore, të kam goditur dhe ty ola si biznes. Se të kam nxjerrë ty nga tregu, të kam hequr mundësinë që ti të jesh konkurruese në treg dhe të marrësh ti punët sipas meritës tënde, nëse ti ofron atë produkt me cilësi më të mirë apo me çmim më të ulët. E kuptoj. Pra dhe vrasja e konkurrencës lirë dhe ndershme, dhe vrasja sot fatkeqësisht nuk ka konkurrencë në prokurorinë publike, ajo është më vrastare se sa paraja e humbur nga këto prokurime. Po sistemet, për shembull, sistemi fiskal nga bizneset e vogla dëgjoj shpesh të konsiderohet jo i drejtë, i rënd, pengesë, është? Absolutisht që po. Sistemi fiskal që kemi në Republikën e Shqipërisë, për sa i përket bizneseve, është me barrat më të lartë fiskale. Ne kemi bizneset shqiptare paguajnë më shumë taksa, tatime dhe tarifa qendrore dhe vendore, të dyja bashkë, më shumë se sa në Kosovë, më shumë se sa në Malzi, më shumë se sa në Maqedoni, më shumë se sa edhe në Greqi e kështu me radhë. Pra barra fiskale të bërit biznes, që nga i vogël deri tek i madhi, është sot shumë e lartë. Por nga ana tjetër, jo thjesht barra fiskale, po dhe interpretimi shpeshherë që i bëhet detyrimeve
nga ata që vinë taksidarët, tatimorët, ku ti dhe ke qenë rregull dhe ka me 10 raste denoncime edhe Partia Demokratike, me 10 për mos me qindra, bizneset cilat janë të ndershme, të cilat vinë dhe thonë i kam paguar gjithë detyrimet e mia, ndonë se janë të larta, ka marrë dhe borxhe më për paguar, ka marrë dhe kredira dhe overdrafte nëpër banka për të paguar. Dhe prapë vjen ai tatimori dhe taksidari, të dy gëshëtura ato bashkë, të dy elemente e bëjnë praktikisht pamundur të bëri biznes. Pra është barra fiskale, që është shumë e lartë, është më e lartë në rajon, ndërkohë që para 15 vitesh kemi qenë vendi me barrën më të ulët në rajon, dhe këtë nuk e thot opozita, nuk e themi ne, nuk e them unë, e thosh raportet dujmë biznes bankës botërore, dhe besoj që banka botërore gëzon besueshmërinë e gjithë shqiptarëve, pavarësisht flamëve politike dhe pavarësisht bindjeve tona. Dhe në anën tjetër, sot jemi vendi i cili ka barrën jo të lartë, po e ka vrastare. Po për më tepër se kaq, nuk është thjesht barra e lartë, por edhe disa diskriminime që janë bërë, disa lloje biznesesh të caktuara, të cilët marrin disa lehtësira në kurriz të tjerëve, kjo ka përshkruar akoma dhe më tepër. E kuptoj. Në rasti për shembull të hotelerisë. Ai që është oligarku, ai që është i forti, ai që është horri, ai që është i korruptuari, ata të 5D-s që na kanë ndërtuar tashmë në hotelin Durrës, ata bëjnë me 6% të vëshën. Ndërkohë sallata në buka, sallata, djathi, domatja, në tryezën e gjithë familjeve shqiptare është me 20%. Po si është se mund të ndodhi kjo gjë? Është e drejtë kjo gjë? Është e mundur po, sepse e ka bërë qeveria këtë gjë, e ka marrë të vendim, e ka kaluar me kartona në parlament dhe e ka miratuar këtë gjë. Po është e drejtë kjo gjë? A mundet që paratë e drogës, të krimit, korrupsionit, që na hapin pastaj na bën biznesmen në të ardhmen, na hapin dhe hotele luksoze, nga njerëz të cilët po ti pyesësh ti ke pasur trashëgimi? Jo. Ke pasur një biznes suksesshëm përpara 20-30 vjeçar që gjenerosh të para? Jo. I ditë bukur shikon investitor dhe pronar të hotele për miliona eurosh, na marrin pastaj edhe lehtësira fiskale. Gjithë që është tërësisht e patjetër, por kjo çfarë bën? Që ky që është horri, ky që është kriminali, ky që është i korruptuari, ky që ka marrë me favor se ka lidhje me ministrin, me kryetarin e bashkisë kështu më radh, ky që ka marrë tenderin në mënyrë të padrejtë dhe ka bërë tre para në kohë shumë të shkurtër, nesër që bëhet dhe pronar hoteli, të dërmon ty Ola, ty mua dhe çdo që mund të ketë rast hipotetik kazus, që ti mund të kesh një hotel të vogël, mund të kesh një gjë, neve taksojmë me 20%. Pra dhe diskriminimet vetë brenda sistemit fiskal. Në sistem janë paguajnë taksa shumë pak. Prandaj po them dhe herë. Pra e favorizon sistemi këtë. Sistemi, patjetër që favorizon sistemi, dhe është ligj, e kanë bërë me ligj tashmë. Kjo gjë është në ligj. Që ti ndërton një hotel me 4-5 yje dhe ka biznesmen ndershëm që kanë pasur mundësi të ti ndërtojnë ato. Por ama një pjesë e madhe prej tyre, po të shohësh ti na dalin tenderat që shkojnë në SPAK, apo dose që shkojnë në SPAK, apo ato që janë të inkriminuar, na dalin me hotele në Dhërmi, na dalin me hotele në Durrës, na dalin me hotele në Palas, na dalin me hotele në Himar, na dalin me hotele në Sarandë, gjithë kështu më radhë. Dhe në anën tjetër pastaj kur vjen puna pastaj për ti e bashkëpunimin ndërinstitucional, është diçka përsëri e cila lë shumë për dëshiruar, pasi gjithë ato dosjet të cilat është vërtetuar tashmë, abuzimi që është kryer me tendrat publik, me koncesione, me kontrata, me leje, me licenca, me dhënien e pasurisë publike apo private, nuk është që tatimet na shkojnë dhe na reagojnë edhe atje për ti sekuestruar llogaritë e tyre. Pra siç zitojnë në mënyrë të padrejtë për sekuestruar llogaritë e bizneseve ndershme, ne shkojnë të merren me ata që sot janë në SPAK dhe që është vërtetuar tashmë që paratë e tyre i kanë kryer me vepritari korruptive dhe kriminale. Për çfarë bëjnë? Ti sekuestrojnë? Patjetër që do të sekuestruar. Çdo burim i CASET, i cili ka ardhur si burim i financuar nga burime jo ligjore, duhet sekuestruar. Këtë thot ligji. Këtë thot ligji. Ligji thot këtë gjë. Nëse ne do kishim zbatim ligjit, i kemi shumë të mira, me thënë drejtën. Thjesht nuk e zbatojnë. Mungesa e zbatimit të duhur të ligjit në praktikën e saj, për pjesën në aspektin procedural, e bën pasaj që jepet dikush si nënës, trajtohet, dikush si njerëkës, madje dikush fare dhe si i armikut. Folëm pak më parë edhe për investitorët e huaj, ose për atmosferën, klimën që ata i gjejnë teksa dëshirojnë ose tentojnë të bëjnë biznes në Shqipëri. Sa e garantuar është në fakt mbrojtja e tyre në shtetin shqiptar? Shiko, ne jemi një vend i cili ende nuk kemi ligjin për falimentet. Që kjo është një flamur i kuq, red flag e quajnë ndërkombëtarët. Që në momentin që ti s'ke ligjin për falimentet, pra ti mund të hapësh një biznes për 24 orë, po të duhen pasaj 24, as 48, po ndoshta vite të tëra, as 24 muaj, as 28 muaj, po duhet shumë të tepër vite për ta mbyllur një biznes. Klima për të bërë biznes duhet të kesh lehtësi, bazuar në rregullat patjetër, duke respektuar ligjet dhe rregullat e tregut dhe të lojës, dhe ligjet e shtetit por duhet të kesh lehtësi të hysh dhe të dalësh nga tregu. Në Shqipëri ti mund të hysh, por nuk del dot. Është njësoj si Unaza e Tiranës.
Në oraret e pikut, dil në orën 4, ti hyn unas lehtësisht për të dalë mund duash 2 orë. Është njësoj si autostrada. Si autostrada nga Tegu, po themi, apo nga mbi kalimin Kasharit në Tiranë. Ti del nga puna dhe për të futur në Tiranë mund duhet dhe 1 orë dhe 1 orë gjysmë në oraret e pikut, kur fillon puna mëngjes apo kur mbaron puna mëngjes në orën 5. Pra, duhet të jetë si e lehtë hyrja, ashtu e lehtë edhe dalja, patjetër duke respektuar rregullat, duke paguar detyrimet tatimore, gjitha detyrimet, sigurim shoqërore, ashtu si sanksionon ligji. Po sot i ke bizneset, cila për të bërë biznes Shqipëria, praktikisht e kanë të pothuajse të pamundur. Të mungon siguria pronës tani tjetër. Ti pronë ke tërësisht të cënueshme. Vjen shteti ditë bukur thotë, në këtë biznesi që ke bërë ti do kaloj për të ndërtuar një rrugë, apo për të ndërtuar do vi një investitor strategjik, apo do vi një paketë maleve tashmë, që cila do bëjë një investim të madh, duke bërë të pasigur atë. Sistemi fiskal i cili ndryshon vit pas viti, i cili nuk po has një vit të vetëm të ketë ulje. Si është e mundur që vit pas viti në 13 vitin e kemi konstatuar vetëm rritje të barrës fiskale? Si është e mundur që të mendoj një vit të vetëm, të mendojmë t'ja ulim barrën tyre shqiptarëve. Se duke ul barrën biznesit do ulen edhe çmimet. Dhe sot në Shqipëri. Sa sugjeroni t'ulet? Shikon, edhe si Partia Demokratike kemi të qartë vizionin tonë. Vizioni jonë është taksa e shesht, 10%, mbi tatimin mbi të ardhurat, mbi tatim fitimin, abolimi menjëhershëm i taksës vrastare, mbi tatimin mbi të ardhurat nga paga, taksës së fashë progresive, e cila praktikisht po ja merr ato pak para që gjeneron shtresa mesme, që gjeneron truri shqiptar, se truri është shtresa mesme, absolutisht kalimin në masën 10%, dhe të siguroj që siç ke pasur edhe eksperiencën e qeverisjes më parshme, Partisë Demokratike, ku ulëm taksën me 2 deri 3 herë, të ardhurat u rritën, edhe në arkën shteti fitoi, biznesi fitoi, pati më shumë para, u zhvillua, pagat u rritën për punonjësit, dhe të 3 aktorë të tregut, pra individi fitoi, biznesi fitoi, shteti fitoi. Kjo është një shtet, një qeverisje e cila është me këmbë tokë, e cila mund bëj gabime sa duash, por nuk bën faje. Dhe neve faktikisht në këto vite jemi në konstatimin e faje, pra të gjëra të përsëritura, të konstatuara gabime edhe nga institucionet ndërkombëtare, dhe përsëri masa nuk merret, përkundrazi vazhdon agravimi i fajit. Është thënë dhe stërthënë që taksat janë më të larta në rajon. Këta i rrisin akoma dhe më tepër vit pas viti. Edhe këtë vit që flasën vitin 2026. U rritën aksizat prapë. Do thoni ju si u rritën se nuk pati ligj parlament. E kanë miratuar ligjin këtu 3 vite më parë, që aksizat çdo vit indekson me normën e inflacionit. Dhe aksizat, si dhe aksiza karburantit, që ne paguajmë karburantin më të shtrenjtë, ne paguajmë një akcizë të rritur. Do thuash ti 3-4 lekë të reja, aq 3-4 lekë. 3-4 lekë këtu, 3-4 lekë këtu, 3-4 lekë këtu, ku vjen fundi fare, kështu bën miliarda në arkën e shtetit, po ato miliarda më pak në xhepat e shqiptarëve, qofshin ata qytetar, individ, familje apo qofshin ato biznese. Përpos kësaj, kam përshtypjen që ne kemi edhe një rënje të fuqisë punëtore për shkak të emigracionit, që na ndikon sigurisht për keq. Është kështu? Po, shiko, vetëm pallati ku unë banoj, ka emigrant huaj, që punon, njëri punon të bar kafe e pallatit, njëri punon si babysitter në një familje, e kështu me radhë. Madje kam qenë, ai që ka bërë përshtypje, kam qenë edhe për punë organizimit strukturë e Partisë Demokratike, kam qenë deleguar në dy zona rrethina Tiranës, që janë zonën e Kasharit, dhe më bëri përshtypje në një fshat të rrethin Tiranës, në lokalin atje, 2 të punësuarit, si baristi, si kamarieri, ishte 2 të huaj. Ma thërë, nuk kam rini këtu. Tu janë largu shqiptarë, tu janë largu rinia. Po si shpjegohet që këta të anët ikin edhe ata të tjera të vinë këtu? Kjo ishte e paralemruar dhe kjo ishte qëllimi sa duket. Se ti kur nuk i jep mundësi njerëzve. Po ata që vinë, si ka mundësi që i gjenë këto mundësi për të punuar këtu? Se zgjedhin Shqipërinë? Sepse ata vinë në vënda shumë pak të zhvilluar se Shqipëria. Shqipëria nuk është më vend i mesjetës. Por ama Shqipëria është e larg vendeve të Bashkimit Evropian ku ne aspirojmë të integrohemi. Në krahasim me vendet e Europës që ne aspirojmë të integrohemi, jemi të fundit. Dhe ne aspiratën tonë, objektivin tonë, drita jonë në fund tunelit, nuk është Bangladeshi. Drita në fund tunelit është vendet e Europës, është Europa bashkuar. është Komiteti Bashkimi Evropian. Dhe ne atë kemi si pikë synim. Në krahasim me ta ne jemi shumë brapa. Faktikisht ne jemi më mirë se Bangladeshi, se Korea e Veriut, nuk është një sukses i madh. Nuk është për të krenuar. Bangladeshi ka 180 milion banor, ka dhe ata, për jetë 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Bangladeshës që kanë ardhur në Shqipëri, që ata e kanë bërë mirë për ta se punojnë. Se këta të huajt për cilët folët ju ishin nga Bangladeshi? Po, pikërisht nga Bangladeshi. Edhe është mirë e bëjnë, dhe i për shok kudo. Shkoni në blok, në qendër Tiranës. Nuk ka lokal që të mos ketë punonjës të huaj. Çdo thot, para 10 vitesh gumzhon të rinia, kërkon të rinia me u pulsu, dhe pronarët e bizneseve e kishin vështirësi të zgjidhnin.
se vinin shumë alternativa, kërë sot është tërësisht e kundërta. Po fakti që largohen të rinia, po shfuqia, thjesht që largohen dhe po plagët popullata. Dhe kemi pas se vit 2010 popullatës shqiptare 30 vjeç mesatare saj, sot e kemi sipas censusit fundit 43 vjeç. Për çdo thotë kjo plagë, sa vite kalon aq po njësoj plagët popullata. Do thotë një zbrazje totale e popullatës shqiptare nga mosha e re. Po mosha e re është jo thjesht e ardhmja, po është edhe mosha vitale për punë, po është edhe mosha e cila është pjellore, pra shtohet, krijon familje, burre, grua, bëjnë fëmijë dhe kështu me radhë. Si është e mundur? Shqipëria nuk merr dot një shtëpi me kredi. Qiratë e bërë maramëndse. Qiratë e bërë maramëndse në periferi të Tiranës, gjysore, 3 çerëkore nga qyteti i Tiranës, i ke qiratë në pak të 500 euro një ambient minimalist i dhomë kuzhinë. Po sa paguhen shqiptarët sot në Tiranë? Sa është rroga mesatare në Tiranë? Ja 700, 800, 900 euro. Nëse më shumë se gjysmë asaj shkon për qira. Hiqet 100 euro do shkojnë për ujë, drita dhe shpenzimet e rimbajtjes së shtëpisë. Çfarë ngeli çifti i ri? Me çfarë do hanë të pil? Normal, marrin valixhe, thon, më mirë po ikim jashtë. Se po që për të vuajtur, më mirë vuaj jashtë, ku të paktën e kam shëndetësinë aty, ku të paktën e kam arsimin aty në kushte normale, se sa të vuaj në Shqipëri thotë ai, që edhe po të kemi një hallë shëndetësor, apo arsimor nuk ma zgjidh njëri. Ti ke ende lagjet Tirana sot, jo më të flasim vende të tjera, qytete të tjera. Po ti ke Tirana sot pa kopshte çerdhe në lagjet saj kryesore. Zona Astirit, 72.000 banor kemi thënë. 72.000 banor pa kopshte çerdhe. Po ta kapësh ta nxjerrësh zonën Astirit si një qytet më vete, është qyteti 7 i Shqipërisë, qyteti i Shqipërisë. Imagjinoni Lushnja, është 70.000 banor. Kam më pak Lushnja se 70.000 banor, më thënë drejtë. Lushnja tjetë një vend i cili s'ka kopshte çerdhe dhe shkolla. Imagjinoni dot qytetin e Lushnjës pa kopshte çerdhe dhe shkolla juve. Kjo gjë ndodh në Astir. E kuptoj. Pra jemi në situatë që parat janë marrë nga xhepat tanë. E kemi paguajt taksat. Jo për ta bërë Shqipërinë, edhe pa ato para po të shpenzoheshin në mënyrë më eficiente të mundshme. Sigurisht Shqipëria s'do ishte bërë si Zvicra, jo. Nuk do bëhemi si Zvicra sa të jemi në gjallë. Do dojë shumë vite të bëhet, pa marrë një vend normal me shërbimet bazike, me arsimim, me shëndetësi, kushte normale, patjetër që neve do të ishim me një biznes i cili ngrihet në mëngjes. Jo të mendoj se ton vite dera taksidari, po të bëjt shmo se si t'i vite dera klienti, kjo po, tu vjen klienti në biznes dhe del me duar në gjepa. Kërse vjen taksidari në biznes, del e parat plot në gjep. Kjo është Shqipëria. E kuptoj. Faleminderit që ishte me mua në studio, zotit Eliti. Faleminderit ju, kënaqësi. Kënaqësi gjithmonë. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, pas do të rikthehemi në studio, do të flasim në pjesën e dytë me të ftuarin e dytë për konferencën ndërqeveritare e cila u zhvillua dje mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në Bruksel, nga ku u njoftua se nisi procesi i përmbylljes së kapitujve të anëtarësimit. E analizojmë pas pak në program.